pas mundësi me u hakmarë. A I qenë Petrovici ka ikë prej Kosovës. Më kallëzoj që Petari është gjallë. Petari? Kum thonë me verifikua qik mirë, e kum di që ka më tratu, krejti I ki fajt. Pse morone, po me lijen tane kum bashkëpunu me ta. Ndore pa ta qemre, nuk bën me shuket mundësi. Zemra është ka manin se diçka I ka bavak. Unë kam një bindje për babë se dytë kanë ardhë. Edhe jetë unë edhe Leoni. Por gjasat janë të mëdhaja se ka mujt me ikë prej malit, ose thjesht nuk jemi në drejtimin e duhur që jemi tu I lypë. S'kom në shuket rast pa e vratë qenë. Del, mos më shef si qenë! Hajde, bo në burë! Mos më shef si qenë. Kur ma mirë s'na ka ra mu taku o qenë. Qenë dhondrit, a? A je burra jo? Hajde ku menu që je pak ma trim. Hajde mos më shef si qenë. Luan, jemi një familje, njëri për familje bën gjithçka. Kështu që na nesër shkojmë bashkë në Kosovë me plonën e Tomasit, shkojmë si mas plonët. Okej? Okej. Diçka s'është ka I shkon mirë, po. Pse ju në mesin tonë? Ha? Krejt ideja është që mos me kuptua I Falçani se Luani është djalli I vllaute. S'na ka ra mu taku e tash do të mu taku në kësi rretona kësha me thonë ekstreme, në midis malit. O, kosa I prish toke, ma I prish se që ku menu. A thonë ti gjithë shka jenë gjandi me mu. I qash I flisë sa bashkëpunon me shkia, ha? Sharman, ka marrë fond puna jote, atërim. Ma mirë të kishe ne që atje në Gjermani, mës të sharët heq. Do shta më të vedi qka se pik në zemrën ka me di qyshe jetoni. Marrë pun! Do shme nëmru se herë ki gjurë. Hajde më të mura! E gjakosh. E vërtet, edhe jetoni të kom veç qak. Edhe Shqipës. Ndoge që deka s'është pjesë e jame. Edhe ti e prej mishët e gjaku, do flamon. Dek! Flamur? Ku është Flamuri? Unë gjë. Kallëzoni, ku është Flamuri? Unë gjëni. Ku është djali jem? Këta dhe nonë qëtëson jetë. Si djap! Se kom dash për motrën tonë e kur. Veç që kom dhënu, për me dash se kom dash kur.
e ketë këtë vend. Vend i mirë është, e i bukur. I mirë? Është për dikan po, amo për mu jo. Nuk më lidhë këtë vend mu kur gjë. Mu më lidhë Kosova, atje ku më kanë metë prindë. Nuk më ba përshtypje mu kur gjë. Kom një shumë fjallë të mira për ty. Vjen keq atë nga do. Sa shpejt e këna arru luftë na, armikun. Na arru keq që këna hek. Së të ka prind që fëmijëve tyne nuk i flasin për historinë tonë, për historinë e shqiptarëve. Nejse, me ke pru dokumentat. Po, këtu janë dokumentat. Ai më tha, këtu i ki emrat edhe adresat e personat që kur të shkoshin në Kosovë të kontaktojsh. Në rregull. Atje kam edhe njerëz tjerë që më nimojnë. Luana më tha të më neq këtë punë edhe ja, sa shumë është e rrezikshme. E di, për ndryshe nuk ish pas nevojë më nimuaj. Mos është mirë njerë më mëgue, mënoje njerë. Ka vite që e ku menu këtë punë. Klinik. Për ditë të po muret bardha. S'këm pas që më menu t'i tërcen, pas për petarin. Luan, që ki nevoj, unë e jam i gatshëm çdo hap tjetës më të nimu. Jeta e jetën. Ka ku për kësi punësh. Alo i rikë je. Jam i gatshëm më të nimu, e kam vullnetin. Rregulli. Përshëndetje prej meje. Faleminderit, shime. Shime. Faleminderit. Mirë. E pash një konkurs që po lyp një punëtore. A kisha mujt me apliku? Po. S'pari kemi plëcu që të formular, masa ne i bisedojmë. Shqipje. Kryva. E kryva Shqipe. Nuk e di dritë. Nuk e di atë letësani eqë. Ama ta mora hakër. S'mujda me duru, Shqipe. Nuk mujda me duru. Pa e që gjakun vend. Se gjakun me gjak merë, Shqipe. Drita jam. Mujta me të mërojtë, Shqipja jem. Nuk kesh aty kur pa të nëpoj. A
Hakun ta mora. Ja, s'merë frymoj. Veç me 2 durët mija. Me 2 durët mija mor. Dhe mendova që komuni ma mirë kur të marrë hak. Nuk po t'nina mirë, Shqipe. Po n'ina mirë. Jo, veç më lodhë shumë, më lodhë. Shumë më lodhë. Shumë më lodhë. Po, shumë kom nevoj me pushu. Për ty kom nevoj, Shqipe. Ishtë për ty kom nevoj. Ishtë për ty. Me mi përdojnë flokët. Se të iki pas zakon me mi përdojnë. Shqipja. Rita em. Ti e kon drita jonë, Shqipe. Ta shëja dritë në ushu. Familja jonë nuk ka pa dritë më për e që i keti. Ka pa më dritë. Shumë më pushoj. Jam me ty, Shqipe. Me ty jam. Bab. Ha, gzim. A kona i san? Ana, bab, sen, hiq. Lypa në për ma havallë gjithë ka pas janë kërkonës. Me e keqë astrimi si kish kjerën këtu. Edhe? Po i bjerë me bab që kanë shku di ka ma larkë, që po di. Pa i keqë, bre. As nuk kanë lajmë ku janë as. Tek janë as. Shti, bab. Kry që di është kërë e si hagjia, ata s'ken kësajtë. Zoti hajre bohë, bre bjerë. Zdi njeri që ka thot, as që ka menën. Ahmet, a din ka o flamuri? Ja, Allah sen njëherë nuk po dime. Oh, mori zëti. A djallë nuk është mirë. Zemra po mandin që flamuri s'është mirë. Nuk është mirë, apo merrni vesh ju. Gjemani djallin e bimani në shpi. Tash, Benon, tash vjen. Tho, bab, që ka mujtë me ndodhë në i sen? O, djalli jam, unë s'jam që ju besoj shumë këtyre seneve. Po, zemra në unës është më ndryshe. E po më duket se kësi heri ka një diçka. S'pëdi, bab, s'pëdi, as kam i likë pas qysh me komuniku me ta. Telefoni s'u i bëna streamit as artës. Hajri shallah se s'di njeri që ka thot, as që ka menon. E ty atë kujtuat kër edhe kur pisha cigare më shef prej babës. E ti më batë në zonë, Edhe nuk i kalëzu as njerë. Po më kujtohet. Po unë e të pata që në shkollë, në klasë parë. Herë parë, unë e vlau i madhë. Që
kur së mbrojta, kur patë nevoj. Apo të kujtojnë saloni, atë gjomi që e këmë thy, atë kujtojnë që tranë gjomat në kry, ka gjë e vra, ama nuk ka ishe. E di pëse s'ki kajtë se s'ke dash me ditë baba. Shumë ke dash. Shumë ke dash. Dhone ty të këm dash. Tepër të këm dash. A? Për nërë tha? Se mu flaka më dullë. Shumë e kam cetë. Shumë cetë. O që të sunona? Po, shtrisa të në salon, do uja dhash me e pi. Vishë. Andër ka po edhe. Andër po bregzem, po s'po di. Qëka s'po di, Valmon? E ku është flamuri, bro? Ku shkoj pa paralemrim pa kur zo? Nuk e di, për Valmon. Nuk e di, nështë adhe ma jem të bo marak pa nevoj. Qa ka mujtë më ndohë njëri? Së është vetë flamuri, është me trimin edhe me artë. T'ja pëshe që asë ata si në këtë në shpi. Qështi, të me prisë, për t'ja zve që me thamo. Po, mire ki, nuk kemi s'ka me bo tjetër vetë sa me pritë. Hej, Pesa, Haji. qëshje? Qëshje? A i mirë? Mirë. Qa ka, qa po bënë? Qa, ti, qëshje? Qa ke bo? Mirë, që qështo, me punë, si që do det njëjtë. Haji, a mundesh më tregu që ka ndodhi në Kosovë? Ti, Besa, ka ndodhë shumë sene në Kosovë. Nuk na shkoj gjithë shka si mas planit. Pse, që ka ndodhi? Ku është Luani? Luani... Nuk i ka punë të mirë heq. Pse? Pse s'është ai këto? Nuk di, Besa. E di që diçka nuk shkoj mirë, di që dikush na tradhoj, na shpionoj. Ivane. Dobro si došao, šefe? Kak si mi? Dobro, hvala Si vi. dobro? Šta radiš? Dobro. Kako si pomenu tamo? Boga mi da ti kažem pravo, malo sam umoran. Kako si mi ti? Belgrad traži mnogo, ali nije kao tu. Tako je. Šta ima novo? Ništa, malo sam umoran, došao sam ovde. Šta ima novo? Ima nešto da ja treba da znam? Ništa, sve je lakše, sve je dobro. Tako? Svaka ti čas. Kako je Granit? Granit ušte ništa nema zborano, ali ti možeš slobodno da pričaš s njim. Odlično. Vidi, Granit nema veze sa takozvanim agenciju Televizija Kosova. Nema veze. Od kad ti znaš to? Pa vidi, proveli smo u Beogradu
Svi smo ga tražili, njegovo ime, a nigde nema, nigde. Znači, da bi bio on već agenat, 100% bi zvao iz Kosova. Da ga puštimo je tako nešto. Dobro, znači, nema veze ni sa politikom, ni sa kosovskom policijom, uopšte. Dobro, gospodine, kako, što ti kažeš? Ivane, imam jednu ideju ja. Kaže. Vidi, u Beogradu pravi nešto veliko za Kosovo. Stvar. Pa, kako je njegovo stanje, Granit? To je dobro, gospodine, ali ti možeš slobodno da pričaš sa njim. Odlično, odlično, Ivane. Znači, ja imam nešto veliko. Ako on priča, mnogo bi pomogao nas u Beogradu. Znači, Beograd traži nešto i pravi nešto veliko sa njim. Važi? Možeš slobodno, gospodine. Ivane, svaka ti čas. Ajde. Jemi Shqipe. Nuk ka met mo. Nuk ka met mo kur gjo për mu këtu. Shumë shpejt kemu po. Kemu bo bashkë. Veç më ka met mi kryo dhe do punë me shpisë. Jemi Shqipe. Tronditët vendi nga 3 vrasje në zinxhir. Hetuesja Nora Morina bie në krye të detyrës, dyshohet se u ekzekutua nga Ardian Sylla, i cili më pas gjendet i vrarë bashkë me Milot Hasanin. Një ngjarje e rëndë dhe e ndërlikuar kriminale ka tronditur vendin sot, pas zbulimit të trupave të pajet të hetuesës Nora Morina, Ardian Sylla dhe Milot Hasanit në një zonë të thellë malore. Ngjarja ka hapur një hetim të gjerë që pritet të zbuloj lidhjet mes krimit të organizuar dhe përpjekjeve të strukturave të rendit për ta goditur atë. Sipas burimeve zyrtare, hetuesja Nora Morina kishte kohë që ishte përfshirë në një mision sekret, në kuadër të një operacioni të posaçëm për zbardhjen e veprimtarisë kriminale të Ardian Sylla. Ajo ishte kamufluar si bashkëpunëtore e tij me qëllim që të fitonte besimin e tij dhe të bashkëpunëtorit Milot Hasani për të mundësuar arrestimin e tyre. Fatkeqësisht, ky mision rezultoi fatal. Nora Morina u zbulua dhe dyshohet se u vra nga Ardian Sylla, i cili më pas është gjetur i vrarë së bashku me Hasanin në të njëjtën zonë malore. Hetimet janë duke ndjekur disa pista, përfshirë dyshimet se Sylla dhe Hasani janë eliminuar nga rivalët të tyre në tregun e zi të banave, një rrjet kriminal ku Ardian Sylla së fundmi kishte filluar të angazhohej intensivisht. Sylla ishte një emër i njohur për policinë dhe drejtsinë, në një të kaluar të ngarkuar me vepra penale. Përfshirja e tij e fundit në trafikun ilegal të banave kishte bërë atë një figurë gjithnjë e më të rrezikshme, me më shumë armiq dhe rival të mundshëm. Policia ka reaguar me pikëllim të thellë dhe mirë njohje për hetuesen Nora Morina, duke e cilësuar si një profesioniste që ka dhënë kontribut të madh në luftën kundër krimit të organizuar. Zyrtarisht është bërë e ditur se ajo pritet të dekorohet pas vdekjes me një medalje për heroizëm dhe shërbim ndaj vendit. Policia njofton se identiteti i Dorasi që eliminoi Syllën dhe Hasanin mbetet ende i panjohur, por hetimet janë në rrugë të avancuar dhe nuk përjashtohet asnjë pistë, përfshirë hakmarrjen, prishjen e pazareve apo ndonjë lëvizje brenda botës së krimit.
Trem? Gëzim, është këtu flamuri. Jësë është. Një shku me burë se një nga bo marakt. Qa o bo? Do me thënë nuk ka ardha. Jo, mërë burë, jo nuk ardhë. Falmor qa o bo? Ku është flamuri? Qa o bo me to? Falmor që jetë më bo marakt, Trem. Flamur? Erdhë flamuri. Devor, shko pastro. Hajde. Zem? Hajde ardhë. Arta, që ate nuk pata mundësi me shprej ngushlime për humbin e kolegës tane Norën. Sinqerisht m'vjen keq. Ajo që ndodhi shumë shpejt. Faleminderit, Rë. Që jo hetu se që pas ka vdekë, ko akon, shto që jote? Kolegja. Po këzem Nora u kon kolegja jam. Dhe lash me dek. Pa ta mundësi me pështu, po se pështova, lash me dek. Shumë shpejt. Reagoj, a i pararit i onë, i këtë dreqë. Si u piva. Ma isha me reagu. Deqë. Pa i tamen, deqë. Mbika shumë keq.
Ngushëllime. Arta, nuk je fajtore ti për vdekjen e saj. Ajo kretë këtë punë që e ka bo pa denin tane. Masa ne ndodhi gjithë që ka shpejt dhe nuk e pretëm që po reagon qatë shpejt Ardiani. Kështë që mos ju ndjenë faj. Jo, Trem, jo, Trem, gabe me ki. Shumë gabe me ki, kam faj edhe kam shumë faj. Se ku mojt me intervenu, edhe nuk ishë ndodhë asë një sen që ka ndodhë. Po nuk intervenova. Në vend se me menu profesionalisht, menova me emocione. Edhe ndodhe që ndodhe. Tash, a ju arrestojnë juve? Qëti? Unë për veti s'kom folë sanë. Asë që kom të regu kështë kështë në kona sanë. Që tash e pash Ardianin e mirë. Edhe unë që kohë sa po ata më nova shpejt me mlu gjurët. Ja, glamurit dytë? Jo. A i Ardianin, unë Mili. Qanto tash, me timin qanto. Ti, ajo keq aty. Kumë në, edhe. Sigur. Pasha, me sytë mi e pasha, të shkova, më nëj ke më kërku ndim. Kërkoj ke ndim, po, mujta minim. Ka fëqimin e mu. Deq, duar më deq. Duar të mija deq. Dhe ka bo për mu këse. Në mi natër. Ta është më shumë. E di, Arta, e di. Edhe na nuk kemi të lumë tër kjo që ka ndodhi, po ndodhi s'kemi që ka me bo. Nuk thejhet. Bilema e keqa është tash të Flamuri. Pse Flamuri? Pas e asaj që ka ndodhi me Ardianin, nuk më dok që ishte mirë. Thjesht më shduk, më hupin mal, nuk mujta me gjetë. Edhe të rritash nuk ka arë në shpi. Edhe kur erdh, nuk u dok që ishte mirë. Pashe. Pash trupin Ardianit e pash. Se që ka trupi Ardianit? E pash edhe unë gzim. Nuk e di që ka ndodhë aty, po krenë fund kur arritet e Flamuri. Nuk e di. është vështirë më harru ajo që ka e pashon. Flamur qa ki?
Granit Berisha, ha? Nuk po besoj që ki këtë emën. Po nejse, po të thiri Granit. Më ti si na po. Një më konë Beograd. Shokët e mi jënë kujdes për ty, ha? Edhe po shqiet që jënë kujdes mirë. Ivani më tha që s'ke fol as një fjallë. Ndosht me fol me ty. E jo me zagartë ato. Mirë që s'është Ivani këtu, mini këto fjallë, ha? Po që, Granit? Unë jëmë këtu. Fol, ku shqiti? Granit Berisha. Nuk e kom fjallën për emën. Ti e dim për që e kom fjallën, ha? Jam njeri që punoj për parë këtar. Kur që mësh? Pa atëherë pse nuk e ke kryr punën për pare që ti kom dhonë, ha? Se jam tut. Jam tut me vra. Nuk më vra kur ma heret. O, je tut. Nuk po të besoj heq, Granit. Atëherë ku e more ti guximin marë këtu, ha? Ka? Granit, thash edhe ma herët, jëmë konë Beograd. Në fakt, kemi fol atje për ty. Edhe ku marrë dritën e gjelbërt me po që katoj me ty. Është e vërtet që na e në teritor në juve. De jure, që thojnë politikant. A na veprojmë de facto. Është një dallim këtu. Kështu që është mirë me madhoni arsye që ti me morë frymë. Kapet. Mendo mirë, Granit. Mendoj mirë deri në mëngjes. Edhe me hap një arsye. Okej? Hej, Greta! Hej, Hagje, që shje je mirë? Që mirë, që shje ti? Që mirë. A mu të bëde që ka më informu për jetonën? Kesh që ta është fola me mjekët aty, më kanë thonë që i ka pas 2 operacione. 2 operacion, a ne? Po. Po, ama operacionit i shku shumë me sukses. Ekt? Po, edhe pacienti është në gjendje stabile. Ekt të ravas? Po. Oh, sa mu zohë, falimnes shumë. Mos tanin, heq. Shumë falimnes. Heq mos tanin. A ka mundësi më shku me po? Sot nuk mund është me po hala, se është pak i lodhën, ama nesën dhejtura hajde jo me dhun aty, edhe ta mundësa një takim. Falimnes. Shijem nese. Shijem nese. Ditën e mirë, ditën e mirë. Qysh është? Të natën s'ka flajt. Njerë flajti, po u që si kur me pa diçka shumë të keqe. U që ka dalë prej dhomës edhe ma nuk u këthy, dhe që ashtë ka nejtë. S'ka faj. Ka pritu shumë. Shpëtut nuk i shkatë shumë dhe unë. Që sa e pjetut nga dhëmë bregzem. Që ka mi u thonë fmive. Gjithë shka ka ndru për neve. Nuk kemi jetë ma. Qysh mi u thonë që baba e tyne e ka vra dikën? Ka vra për i zori ka shbunë. Baba e tyne nuk është vras. Ka vra se mësë të gjithë vra flamurin e këshin vra për neve. Ti të e ka bo për neve flamur. Kur gjo nuk përdu tjetër, veç mi u këthy normalitetit. Mirë jemi konë.
Nuk i kemi pas kushtet, po bile qëtu probleme si kemi pas, jemi konë rahat. E ti be Valbon, krej që ata vedojnë, man. Kur ka menu që kema përfundu kështu kipu. Që me ba, së është ndorën tonë, s'kem që bajmë. Krej që do të me ba që të është me pritë më s'po këthejt lani edhe s'po këfjellë flamuri. Inshallah, bre Gzem, inshallah. Çdo ditë po lutna. Vazhda mu lutë, Valbon. Është për që të sen kemi nevojë që tësh. Nuk po guxajas me shku mi fol. Po tutna po reagon e sen kaq. Ja, si falni. T'ja lam hapësirën, të lam rahat në shtak, fjellët ka dhe dale vetë. Po më apliku për një punë. Po më do këtë se s'është koha për me shku në intervistë. Bashkë tash është koha, Valbon. Dush më shku. Pavarësisht problemet tona do të më shku për fëmijët tu. Nëse duhena me u kthy normalitetit, duhet me vepru si njerëz normal. Shko. Okej. Gzem, faleminderit shumë po ata nevojë për çdo fjalë. Halo? O, Bac? Qësh je? Qështë kam? Mirë, edhe në mirë. Hej, nga, kesh spital të jetoni, edhe kam një lajmë të mirë për ty. Jetoni i ka kry 2 operacione me sukses. Edhe jetoni është shumë mirë, Bac. Po, Bac, pa të kom thonë, të kom premtu që kom u këty bashkë me të në Kosovë. Hajt, Bac, hajt, Moskoj. Hajt që shijem. Tong. Ta sy, Granit. Si kur i kum po edhe ma herët, ha? Kom thonë. Nejse, nuk është kjo tim. Ivani më tha që ke pi ujë për i pijatës qani tem, ha? Me siguri ke pas etje. Ta është paremeno, Granit, këtë gotë me ujë. Pastërt, në gotë pastërt. A do më pak? I di që da në Granit. E di, s'ki nevoj me ma thonë, e kuptoj për shikimi tëmë, po nejse, kjo është temë tjetër. Mra më thash me mendu, Granit, e sot derdha me kuptu mendimin tënë, me këshyra ke reflektu. S'di pse, Granit, po kom qef me marrë një mendim pozitiv për ti, po kom qef, Granit. Qa po flet prej meje, Petar? Qfar përgjigje po bret? Me më kallëzu kush je, pse je, edhe qëllimi jëtë që je këtu. Laki. Laki? Laki. Ka qu për barnat. Laki t'ka qu për barna? Për çka? Me kuptu prej ku i merë barnat. Purimin e furnizimit. Qërëmsy, Granit. Qërëmsy, për të thëmë. Atë ka qu Laki. Laki më ka pagu. Më infiltru të ti. Me kuptu se ka i merë barnat.
Gëzim. Krem qabane. Qështë është Flamuri? Së është ka punë me kërkan. Është një fjallë së është ka thët. Po. Është një fjallë se ka thonë. është ka rreni vetë mumë që atje po edhe në masë, po insistojnë betrim. Jem ka edhe më hapsirën. Nështë ta ka nevoj me folë gëzim. Nështë ta ka nevoj edhe me dhëmë për krahje. Nuk e ditre, nështë ta. Të Valboni o tha që pramë s'ka plejtë të notë. Bile t'i kur ishtë dole jashtë, kështë najtë në kohën veç vetë. A që këtë foli pak me ta? Po më, lirisht. Po shkoj po foli pra. Koha e si kur më nala, po? Si kur gjdo sen u nalë dhe s'po lëviz ma. Qka ke artri? Erdha me t'pamër, vlla. Me di që shje. Atë tanë që kom lujt, a? Qmentë. Nuk është mirë Flamuri. Jo. Erdha se si ku shpia do i ke me mëndzan. Si ku nuk kisha ajër me marë. Mjafton, Granit. Jo është me tregu që jenë rrugën e duar. Si do qoftë, Granit, alo nuk jo mbinë për lakin, a? Po ka mundësi tjera që ti me pi uj vetë. Besa, edhe të puk. Pa ti mu kërkush, ha? Qa do të me bonë? Me bashkëpunu, Granit. Tash, pavarësisht sa i zoti je. Mund është me po edhe pak dritën e djelit. E kon fjallën pari me po djelin. Andaj mund është mu avancu. Me në dhonë diçka që ka na kërkujmë. Ti e fiton ujin, ti e fiton bukën. E sa, e fiton edhe dritën e djelit. Pa pas me nevoj me ti mu kërkush. Apo kupton që ka bëthëm Granit, ha? Qa do të me bonë, Petar? Qka tash se? Nuk e di. Nuk e kam prit që po ndodhë kështu edhe ka që shpejt. Flamuri nuk është mirë. Une nuk jo mirë. Kërkushën këtë shpi nuk është mirë, mo. O, e di, o i gru. E di se nuk është mirë kërkush në këtë shpi. Asu nuk jam mirë. Apo e shetash, Luani nuk po dihet a unë gjalla jo. Nuk e pas në menu që akmarja nuk është e ëmbël. Nuk është, as kur s'ka me kanë. Na duhet me ru familjen. Na duhet durim. Flamuri duhet me nejt gati edhe djemve. Se kjo ndodhi, ka me në një gatë. Besa priten edhe tjera. Qka me bo ma shumë? Nuk e di. Nuk u kry kur gjoj gru. Për pa në mlu rasat edhe dheu për mi. Nuk në len kjo jetë rahat badi hava është. Kush e kish menu që vjen puna mi lypë që ato drasa e qatë dhe për mi.
Ndashta ma mirë që atëherë, të paktën mos mi pa fëmijët e mi kështu. Ajo që kam duhet për te e Granit, është me mi gjetë disa shqiptarë që folin për luftën e fundit. Që flasin për luftën? Po, Granit. Vynë disa dëshmitarë me emën e me mbi emën. Me dëshmu që qka ka po ushtria juj këtu gjatë luftës. Nuk po të kuptoj, Petar. Ndunë dëshmit e shqiptarëve, Granit, kundër UÇK-s. Apo kupton tash? Që thonë që ata kanë bo krime, kanë bo sanet këshia. Beogradi është ka e pregadit një dosje të madhe kundër UÇK-s për politika trona që me thonë drejtën, Granit, asën s'pi kuptoj. Po duhet me kuptu, Granit, që për me met gjallë, dush mu koni nevojshëm për mu. Edhe për këtë, dush me mnimu për çka po të kërkoj. Ti po liv. Shqiptarë që folin kundër njerëzët vetë. O shije. Shpijuna. Pa i kriter është mu korë shqiptar, Granit, tjerat nuk na interesojnë. Besoj që kur ke ardhur deri këtu, unë është me arrit ato që unë po kërkoj. Vetëm i faqe, Granit, janë dosje që janë pregadit, autoinqizime, dëshmi, gjithë shka, Granit. Po flitet për një gjykat që ka mu konë speciale për luftarët e juj. Mi gjyku, mi burgos, e manësisht mja prej kësaj është me një los ketë luftën që ka bu UÇK-ja. Para mendo, na ju kena vra, a ju keni mu qiku. Sot, Granit, politika jonë, Serbia, nuk investon më në pluma, po në letra, politik. Na e kena hup Kosovën kështu si territor. Në fakt e kena hup edhe luftën ushtarake. Tash, jemi të dasht me fitu luftën politike. Menoje mirë, menoje sa ki nevoj për uj. Arta qështje? Mirë. Po mana. A ka nëj lejmë prej Luanit? Jo. Fatkeqësisht jo. Sipas gjitha gjasave është zbulu prej Petarit. Edhe unë po mendoj se nuk ka tjetër opcion. Atëherë, çfarë plani kemi? Nuk e di. Se di. Se di deri ku ka shku Luani, a ka tregu diçka. Duhet me nxerr prej aty. Tash e ka ranin ai. Flamur, unë Ardianin pak e njo. Veç sa e di janë familje e madhe. Kanë me lyp hak. Pse duhet me marr hak ata, bab? Na morëm hak. Po nuk nalet gjakderdja këlla jo djali jam. Na duhet mu bogati për gjithë shka. Edhe unë besoj se familja Ardianit nuk e lën për e fajtorin. Këtu jem, po i presim se kem plan me ik. Nuk mujna me u përball edhe me Petarin edhe me Ardianin njëjtën kohë. Dy jon konë atëherë, dy jon tash. S'ka ndryshim. Na duhet Luani. Na duhet Luani. Na duhet me bot gjithë shka me nxjerr radial për e duhet. Ky s'met, bab. Shumë shpejt. Bashkë me kryt Petarit. Me mendu depën? Unë për ta jam fytyre pa njohër, në fakt. Jam i njohër si bashkëpunëtori Llakit. Nashta na hyn punë kjo? Nuk mundesh, bretrem. Nuk mundesh me kry këtë punë vetë as ti as on as kërkosh. Nore ka jep doset e mija Ardianit. Petari sigur të den që unë jam hetuse. Ka ardhë koha mi bo do të telefonata edhe unë. Po, bac. Edhe unë po menoj që duhet me përdor gjitha aset që e kemi ndorë për me nxjerr Luanin që në shemir për atyt. Duhet me përdor gjitha kartë që e kemi. Unë njoh shumë rrugat jenë veri. Nashta na hyn punë. Uj po të pret, Granit.
ke fillu mu dehidrua, trupi jot ma shumë po hup langje se sa që po merr. Ki nevojë urgjente për këta ujë. A Granit? Cila është përgjigja jote? Me marr ujin? Me bashkëpunu? A mos me marr? Ha? Shefe, الموج صامله. Иване, šta ima novo? Samo što mi se jave na telefon, gospodine. Adrian ti je mrtav. Ardijan? Naš novi saradnik? Jest. Kako to? Samo mi se jave na telefon i mi kaže дека го našli mrtav. Što se čudim? Granit sada mi reče da Laki je poslao kod nas da uzima informaciju za lekovi za kancer. Sada ti mi kažeš Ardijan mrtav. Nešto mi je komplikavano situacija sada već. Kako? Laki? Jel ti mu veruješ na njegu? Ne znam, Ivane, komu da verujem. I njega je ovo. Jel ti mu veruješ na ovo, gospodine? Jel misliš дека on ќе uđiše na takvu posao samo zaradi Laki? Ne znam. Ne znam i šta da verujem sada. Sve mi je na glavu mi se vrtao. Vidi, treba da završimo posao što pre. Što pre. Ajde. Unë jam Gzim, I vogli I shtëpisë. Dikur shtëpia jo nuk ka në moshën me zana. Tash murët po presin për ndonjë shpërthim tjetër. E di që shumë çka ka ndodhur. Shqipja, motra jonë, ka në rrezja e shtëpisë, e që I ka jep dritë shtëpisë tonë. E u shumë izorisht prej dikujt që e kishin sofrën tonë, Ardijani, dhe ndër e vrasës. Zemra huje fshehur pas buzëqeshjes së zakonshme. Premuri bane ato që shumica I thojnë burni, ja ktheu gjakun me gjak. E mbyll një kapitull. Kështu besuam. Por unë nuk jam I sigurt se mbyll vërtet. Në pa thjesht është mbyll si një kazan që vlon heshtje. A është fundi? Apo fillimi një tjetër mallkimi që po na vjen ngadalë? Se çka ndodhi pas vrasjes së Ardijanit nuk ishte shqetësi. Ishte veç një zhurmë e re brenda nesh. Një lloj heshtje që s'ta qetëson shpirtin. Për ta shtryer në kujtime që nuk fali. Flamuri që dikur e shifsha si të pathyeshëm, tani më përngjan si një muri që mbat në kam veç nga inati me veten. Flet pak, sheh shpesh larg. Dhe ne herë kam përshtypjen se e vetën e vet e bana mira, po nisa një rrugë prej ku s'ka kthim. Hekmarja. Në tregu si rrugë për drejtësi, po të e një këtë rrugë si kur kemi humbur rrugën për vetën tonë. Unë e ndjej. Familja em nuk është ajo që u kam përpara. Jo për shkak dhimbjes, po për shkak të mënyrës që kemi vendosur me u përgjigj asaj.
tash kemi me si vdek thyme, si vdek thame, që nuk di ma kemi me lërzu, apo kemi me u tha krejt. E unë i vogli kam me ty e vetë vetën, nëse për një me kemi mbyllë këtë kapitull, apo e kemi lënë të hapë. Të naj, ditët, natët, vitet, sepse kjo plak nuk pëmbyllët, veç po thëllohet edhe pa za. E nëse nuk jemi të kujdesshëm, ajo që ndodhi me Ardianin do të mos mbetet histori, por do të bëhet mallkim. Hej Haxhi, mirë që erdhe se më vyfte. Për çka? Për jetonin. Çka për jetonin? Çka po me jetonin? Kemi në nëshku do letra se kam u liru për spitalit nesër. E këtë ravas? Ja. O, sa më gëzove, faleminderit shumë. Apo vjen të në shkruajmë shpejt? Shumë faleminderit, Greta. Hajde. O, qa më gëzove. O mësh? Po. Ka dollës të dhe. Ka dollën shoqë të, ka dollën? Qa dhën pi? Qa do shkolli? Se të lamë, be. Që jeton? A, po shove heq? Aj mirë bre, mirë Haxhi. Nga jeton. Ti du të më najtë e 2-3 ditë më poshu në Gjermani. Detë është të ngojsh vetën, pak të forcosh pak, ta një shkojmë në Kosovë. Pse bre? Por po do me shku në Kosovë. E di që të më shku në Kosovë. Po mjek kanë thonë, ti halos që në gjenje më morë rrugë të gata, në këtë gjenje tonë. Du të më morë vetën edhe do ditë më poshu pak, ta një shkojmë bashkë në Kosovë. Haxhi, qa ka ndodhë në Kosovë? Nuk o momente tash jetan. Ti do të më poshu dhe do ditë të mërsh vetën, të shtërngosh e ta një shkojmë bashkë në Kosovë. Dhe kretë ka më bë mirë jetën. E di jetën që të ka morë molli. Duhesh më prit edhe do ditë ta merresh veten. Të shtërngohesh pak. E di, Haxhi, po. Malli po çka të rejke, por. Ka marrë malli për gjithë çka atje. Familjen, për nanën, për babën. Flamurin, për gëzimin. Për trimin, besë. E di, po duhesh me prit. Duhesh me prit jetën. Te të merresh veten pak. E di, Haxhi. E kam edhe një lajmë gëzueshëm për ty, jetën. Çka është, Haxhi? Ka ardhur dikush në vizitë me të pa. Kush? Jeton? Trem? Ku je mor jeton djali? Ku je Trem e burë?
E kam di që e i fort, la. Trim. Mirë pas ke që ke ardhe, burë. Do të me falenderu Haxhin që na ka dhënë këtë mundësi. Mirë si edhe. Haxhi, faleminderit shumë. Hasë më në qofë dhe njëherë. Ka dole. Ullu. Haxhi, faleminderit shumë, burë. S'ka gjë, valla. Jemi një familje. Bre, jetën djali, u qove? S'kemi që ka me bo, jeta i ka këto sakrifica jetën. O, Shqiprim, djali. O, Trim. Ko je? Ajni. Shqiprim, kjo është jetën. Kjo është Shqiprimi, shoku jem, të kem të netë këto në Gjermani. Shëndetje. Përshëndetje. Trimi im ka të regu shumë për ty. Më vjen mirë, pikë spari që ku ke ma mirë, shpresoj t'jesh edhe sa ma shpejt, sa ma mirë. Shumë faleminderit shumë. Hajde, ecim, shkojmë pim diçka. Hajde. Trim. Mër jetën burri. Nuk po më besoj që jena të nejtë bashkë. As mu la Trim s'po më besohet. Por tash jemi bashkë. Jena më konë edhe më të fortë. Po, Trim. Trim, po më kallëzën që ka ndodhë Kosovë, sa që më kanë në atje. Jetën, nuk është koha tash me të kallëzu. Edhe pse kam bollë që ka të kallëzoj, po nuk është momenti tash me të kallëzu, beson. Trim, bashkë tash është momenti. Kallëzën burë, fije për pend që ka ndodhë atje në Kosovë. Këtë kallëzëm, me gjithë shka që ka ndodhë, sa më kanë në spital, kallëzëm. Falni, po quna po marrë diçka tjetër me pi.